Shumë njerëzit thonë, kush u kthi pi agje. I ba, i ndikun pi ateistave, i ndikun pi komunistave, i ndikun pi kapitalistave. Kush u kthi pi anena. Po kallzom ti mu kush s'ka shku anena. Gjema ti në njerëz që s'ka shku anena. Ti tu vet kush a kthi. Kallzom ti mu kush s'ka shku. Hajt kallzom, cili s'ka shku. Ket kanë me shkuë. Allahu që dhe thot, ket keni marrë të une. Krejt. Po kullun atihi yawm al-qiyamati farda. Si cili pi juve një ka mi dal Allahut vet. Kujtoj ahiretin, kujtoj llogaria ran. Kujtoj llogaria. Sot me thon tije. Ka me arë me leku i vdekjes në akşam me të morë. Për Allahun, mashallah, ai hazër. Me thon sot në akşam banu hazër. Sikur që jemi të u bo gati haqiler dhe o gjallar me shku për haq. E ki e datën. Me thon ki me dek në akşam. Ai hazër. Mos më burgjigj muë. As do s'ti tanë kërkujt, as Facebook më suj. A jeni hazër, jo më zëshluj. Ti me vetën tane, o Allah, jam hazër. A ja ke zonë dikujt kamën. A ja ke bo dikujt zullum. A ki gjunahe, a ki farze pa krije. A mund shkot. Nëse janë njësë të drijë zemra, ta di se nuk kanë regull dhe shka me tije. Ka pas pisa have që kanë da Wallahi me lekul moti që tash me arë. Unë s'kam shka bëj ma shumë. Keti ku mbo. Keti, a mu nuk me mishe me shmirë nevoje. Ama neve me na vetë. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, që ka të sëpëtu imam Bukhariu, që ka thonë te? Wallahi, gjdo sabah shka i qeli sit, hazër bona për në akşam me dek. Gjdo sabah shka i qeli sit, hazër jam për në akşam me dek. E priti me lekul motin. Ka thonë, e nëse zvjen edhe mze akşami. Ka thonë, thamë, sigurisht vjen sabah. E aj, ka thonë djetarë që kërë ka përmejnë më kajmë rëzije, e aj, janë i sabah, janë i akşam ka me orë. Allah në lecov të gjithë ja Rabbel Alemin. Atë moment ku ndahët trupi pi shpirtit, edhe s'kthejet më kur në dunja. Andaj banja pytjen vetvetes, a jam hazër me eda këtë trup pi shpirtit? Apo Allah jam të menu të tullat e shpijës, e të biznesi, e të trektia, e andel roga të anmuin, e s'po dalin parët, e krize madhe, e muhabet, e boshe, a nuk e di se ka mundësi ti që fini tu ka bo hazër. Andaj haxhin e kujton ditën e takimit me Zotin Xhelel Xhelalu. Andaj tha Allahu Xhela, ja ju an-nasu taqu rabbakum. Në surën Hax, ajeti i parë, o ju njerëz, tut juni Allahit, tut juni Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Inna zalzalat as-sa'a shay'un 'azim. Kur dridhe kiameti apo në madhe. Njerëzit thonë, "A besa larga ahireti." Wa narahu qariba, na shofna shumë ngat. Shikoj njerëzit për ditë vdesin. Ai në ahiret ka shku. Për këtë arsye, shumë njerëzit thonë, kush u kthi pi agje. I ba, i ndikun pi ateistave, i ndikun pi komunistave, i ndikun pi kapitalistave. Kush u kthi pi anena. Po kallzom ti mu kush s'ka shku anena. Gjema ti në njerëz që s'ka shku anena. Ti tu vet kush a kthi. Kallzom ti mu kush s'ka shku. Hajt kallzom, cili s'ka shku. Ket kanë me shkuë. Allahu që dhe thot, ket keni marrë të une. Krejt. Po kullun atihi yawm al-qiyamati farda. Si cili pi juve një ka mi dal Allahut vet. Së një thkiti kanë mi thonë, abe atë dita e di shka pat mi bo. Jo, vet, përgjigju vet përgjigju. Keq ka ki bon vet. A di sarana jo. Shki ka kuj mi thonë, abe pse bet e mashtru ti mu. Jo, vet përgjigju.